إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد تجد لفظريمة تكون الله سبحانه وتعالى أتى لفظريم ديم ذا فاليا vetëm prej tij kërkojmë. I kërkojmë mbrojtje Allahut nga keqja vetëve tona dhe punëve tona. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kusht ta humbë, ndërsa atë që i çojnë humbje nuk ka kusht të udhëzojë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë, përveç Allahut vetëm pa ortak. Po ashtu dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguar i tij. Lëvdata e shumtë dhe shpëtimi i madh i Allahut qoftë mbi të, mbi familjen dhe shokët e tij, si dhe mbi gjithë ata që i pasuan ata me përpikmëri deri ditën e Kiametit. Envijim robërt Allahut. Tema e jonë sot është në lidhje me një pjesë madhështore nga jeta e profetit sallallahu alaihi wasallam, me shenjat dhe ngjarjet e mëdha që Allahu i shfaqi natën e lindjes së tij sallallahu alaihi wasallam, shenja që tregonin pozitën e lartë të këtij profeti fisnik dhe madhështinë e fesë që ai solli. Ndaj vetë profeti sallallahu alaihi wasallam na tregon neve për veten e tij. Kështu transmetohet se disa prej shokëve të tij erdhën tek ai dhe i thanë: "O i dërguari i Allahut, na trego për veten tënde, pra na fol për veten tënde." Ai sallallahu alaihi wasallam tha: "Naam, ana da'watu abi Ibrahim wa bushra Isa alayhima assalam wa ra'at ummi hina hamalat bi annahu kharaja minha nurun adaat lahu qusur ash-Sham." Thot po, unë jam lutja babait tim Ibrahimit, për gëzimi i Isait a.s. Ndërsa nëna ime, kur ishte shtatzën me mua, pase prej saj doli një dritë që ndriçoi pallatet apo kështjellat e Shamit. Robërt Allahut, ky është hadithi tek i cili do të ndalemi bashkërisht sot për të medituar rreth kuptimit të tij dhe vlerave madhështore të tij. Fjala e tij sallallahu alaihi wasallam ku thot: "Unë jam lutja babait tim Ibrahimit", na kthen neve tek Ibrahimi dhe Ismaili alayhim assalam, kur ata po ngrinin themelet e Qabës, dhe cilët ju lutën Allahut që prej pasarsëve të tyre të nxjerrte një profet që do t'ju udhëzonte njerëzit. Ndaj në lidhje me këtë lutje të tij, le të dëgjojmë fjalën e Allahut të lartësuar ku na tregon për të duke thënë: "Idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم." Dhe kur Ibrahimi po i ngritë themelet e shtëpisë për Qabës, bashkë me Ismailin thonin: "Zoti ynë, pranoje prej nesh, vërtet ti je dëgjuesi i gjithditurit. Zoti ynë na bëj neve të nënshtruar plotësisht ndaj teje dhe prej pasarsëve tanë bën një ummet, një popull të nënshtruar ndaj teje. Na i trego veprimet tona të adhurimit dhe na prano pendimin, vërtet ti je pranuesi i pendimit mëshiruesi. Zoti ynë, dërgo tek ata një të dërguar prej tyre, që t'ua lexoj ajetet e tua, t'ua mësoj librin dhe urtësinë dhe t'i pastroj ata, vërtet ti je plot fuqishëm i urtit." Kështu ditët dhe vitet kaluan dhe Allahu i lartësuar ja pranoi lutjen e Ibrahimit alayhis salam.
duke dërguar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam tek arabët dhe të gjithë njerëzimin. Ashtu sikur se thot Allahu i patmeta në librin e tij, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Ai është dërgoi tek analfabetët, pra tek arabët, një të dërguar prej tyre. Robert Allahu, ndërsa aty ku thot dhe përgëzimi i Isait alayhis salam, do më thënë unë jam ai për cilin ka përgëzuar Isai alayhis salam, se do të vi pas ti me shpallje nga Allahu i lartësuar. Pra ja ku është Isai alayhis salam, i cili përgëzon umetin e tij për ardhjen e profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për këtë gjë na njofton neve Allahu i lartësuar në librin e tij duke thënë: "Wa idh qala Isa ibn Maryam, ya bani Israila inni rasulullahi ilaykum, musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Dhe kur Isai biri Meriemës tha o bijtë e Israilit, unë jam i dërguar i Allahut tek ju, vërtetuesi i Teuratit që ishte para meje dhe përgëzues për një të dërguar që do të vi pas meje, emri të cilit është Ahmed. Mirë po, kur ai u erdhi atyre me prova të qarta, pra kur Muhamedi alayhis salam erdhi me prova të qarta, ata thanë kjo është magji e qartë. Prandaj çifutët dhe të krishterët e njihnin për shkrimin e tij dhe prisnin ndaljen e tij. Por kur Allahu e zgjodhi atë prej arabëve, atëherë shumë prej tyre mohuan atë nga zilia, hasedi dhe mendjemasia. Pra ata e njihnin të vërtetën ashtu siç njohin fëmijët e tyre. Por kur erdhi tek ata i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam me argumente të qarta, thanë kjo është magji e qartë. Robert Allahu, pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, ndërsa nëna ime kur ishte shtatzën me mua, pasë prej saj doli një dritë që ndriçoi pallatet apo kështjellat e Shamit. Prej ngjarjeve të rëndësishme para lindjes së profetit sallallahu alaihi wasallam, është se babai i tij Abdullah ibn Abdul Muttalib shpëtoi nga therrja kur Abdul Muttalib e zëvendësoi atë me 100 deve. Pastaj Abdullahu u martu me Aminën, të bijen e Wahbit, një prej grave me fisnike të Mekës pra në përjarje. Kur Amineja mbeti shtatzën me profetin sallallahu alaihi wasallam, babai pra i profetit Abdullahu udhëtoi për tregti drejt Shamit. Por gjatë kthimit ai vdiq në Medinë dhe u varros atje pranë dajallarëve të tij prej Banu Adi ibn an-Najjar. Kështu profeti sallallahu alaihi wasallam lindi jetim dhe nuk e pa kurrë babain e tij. Ai sallallahu alaihi wasallam lindi ditën e hënë në muajin Rabiul Awwal në vitin e elefantit, pra siç njihet më saktë. Kur profeti sallallahu alaihi wasallam u pyet për agjërimin e ditës së hënë, tha, ajo është dita në cilën linda unë dhe në cilën më erdhi shpallja. Pra në këtë hadith ka tregues se falënderimi i ligjshëm për lindjen e profetit sallallahu alaihi wasallam është madhurim dhe bindje ndaj Allahut, dhe jo me festa të shpikura dhe bidate që njerëzit i kanë futur në fe, sikurse ndodh sot që festojnë ditëlindjen e tij me bidate dhe me besime të kota. Robert Allahu, prej shenjave madhështore që u shfaqën natën e lindjes së tij sallallahu alaihi wasallam, ishte pra ajo që pa nëna e tij, një dritë që doli prej saj dhe ndriçoi pallatet e Shamit. Kjo ishte shenjë për dritën e udhëzimit dhe të Islamit që Allahu do të përhapte mangët e tij profetit sallallahu alaihi wasallam. Ndaj Ibn Rexhebi, Allahu mëshiroft, tha se kjo dritë tregonte për dritën me cilën Allahu do t'i udhëzonte banorët e tokës dhe do të largonte errësirën e shirkut dhe të kufrit. Ashtu sikur se thot Allahu i patmeta në librin e tij: "Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin, yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim,
juve ju ka ardhur nga Allahu një dritë dhe një libër i qartë. Me të Allahu udhëzon ata që ndjekin kënaqësinë e tij në rrugët e paqes dhe i nxjerr nga errësirat në dritë me lejen e tij, si dhe ju udhëzon në një rrugë të drejtë. Po ashtu Allahu i lartësuar thotë: Ja ayyuhan nabi, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idhnihi wa sirajan munira. O ti profet, ne të dërguam ty dëshmues, përgëzues dhe paralajmërues, dhe thirrës për tek Allahu me lejen e tij dhe pishtar ndriçues. Po ashtu Allahu thot: Yuriduna liyutfi'u nura Allahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi. Ata duan të shuajnë dritën e Allahut me gojat e tyre, por Allahu do ta plotësojë dritën e tij. Robert Allahu, edhe çifutët prisnin ndaljen e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ndaj nga Hasan ibn Thabit radiallahu anhu transmetohet se ka thënë: kur isha ende fëmijë, kuptoja çdo gjë që dëgjoja. Pa prit mos dëgjova një çifut në Yathrib, pra në Medinë, duke bërtitur me zë shumë të lartë, pra duke thënë: o ju grupi çifutëve. Kur u mblodhen tek ai, i tha: mirë për ty çfarë ke? Ndërsa i tha: sonte ka dalë ylli i Ahmedit, në cilin ai ka lindur. Pra një shenjë prej shenjave që tregonte se ka ardhur koha për daljen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të cilin e dinin çifutët. Pra dije që ato e dinin që përpara. Pra mbikëqyrje përsosur nga ana e çifutëve para se të lindte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në pritje të tij. Ndërsa pasi lindi dhe u bë pejgamber, çifutët nuk pushonin duke pasur zili dhe xhelozi ndaj arabëve për shkak të kësaj mirësie me cilën Allahu i begatoi ata. Për shkak se ata mendonin se do të dërgohej tek vetë ata dhe jo tek arabët. Ndaj kështu ata i zuri zilia dhe nuk besua. Po ashtu një dietar hebre, prej dietarëve të Shamit, i tha Zeid ibn Amr ibn Nufejlit: në vendit tënd ka dalë një pejgamber, ose është afër që të dalë, ylli i tij tashmë ka dalë, ktheu, besoja dhe pasoja. Kjo tregon se dietarët dhe iftarët e librit e njihnin kohën e daljes së tij sallallahu alaihi wasallam dhe shenjat e tij. E megjithatë, zilia dhe hasedi i pengoi çifutët që ta besonin atë, përveç ndonjërit prej tyre që e mëshiroi Allahu dhe udhëzoi në këtë fe madhështore. Ndaj lutem Allahu të lartësuar që na ruaj mua dhe juve nga zilia dhe hasedi, pasi të vërtet ato janë shkatruese dhe rënuese për robin. Aqulu hadha al-qawl wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على فضله وإحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Robert Allahu, hadithi që përmendëm më lart në lidhje me lindjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thoshte se nëna e tij pa një dritë që doli prej saj dhe ndriçoi pallatet e Shamit. Pra në këtë hadith u përmend posaçërisht Shami. Ibn Kathiri Allahu mëshiroft, tha se veçimi i Shamit me shfaqjen e dritës së tij është tregues për qëndrueshmërinë dhe forcimin e fesë së tij në tokën e Shamit. Për këtë arsye Shami do të jetë në fund të kohës streha e Islamit dhe pasuesve të tij. Dhe aty do të zbresë Isa alayhis salam, i biri i Meriemës, për të thyer kryqin, për të vrarë derrin, për të hequr xhizjen dhe për të gjykuar mes njerëzve me shariatin e Islamit. Prandaj ka ardhur në Sahihun e Buhariut dhe Muslimit, nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam sa ka thënë: La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haq, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullahum kadhalik. Nuk do të pushon një grup prej umetit tim duke qenë triumfues në të vërtetën. Atyre nuk do të bëjë dëm ai që i braktis ata, dhe as ai që i kundërshton, derisa vi urdhri i Allah dhe ata do të jenë të gjende.
Mbaroi fjala e tij. Shami, vëllezër të nderuar, është tokë e bekuar. Ajo përfshin Palestinën, Sirinë, Jordaninë, Libanin dhe një pjesë të Irakut. Allahu e ka përmendur bekimin e saj në librin e tij. Thot: Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'u al-basir. I patmeta është ai që bëri robën e tij të udhëtoi natën nga xhamia e Haremit në xhamin Aqsa, rrethinën e cilët ne kemi bekuar për t'i treguar atij disa prej shenjave tona. Vërtet ai është dëgjuesi dhe shikuesi. Po ashtu Allahu i lartësuar thot: وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. Dhe ne e shpëtuam atë, pra Ibrahimin a.s. dhe Lutin, duke e quar në tokën të cilën e kemi bekuar për krijesa. Ka thënë at-Tabariu, Allahu më shëroft, në tokën të cilën kemi bekuar, do më thënë Shami. Po ashtu kanë ardhur hadithe pejgamberike të shumta, të cilat tregojnë për vlerat e Shamit. Ndaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Tuba li ahli Sham, tuba li ahli Sham, tuba li ahli Sham. Lum për banorët e Shamit, lum për banorët e Shamit, lum për banorët e Shamit. Thonë i dërguari i Allahut: Përse kjo? Ai sallallahu alaihi wasallam tha: Tilka malaikatullahi basitu ajnihataha ala Sham. Ato janë me lajket e Allahut që kanë shtrirë krahët e tyre mbi Shamin. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Inni ra'aytu amud al-kitabi in tuzi'a min tahti wisadati fanadhartu fa idha huwa nurun sati'un umida bihi ila Sham. Ala inna al-imana idha waqa'at al-fitanu bish-Sham. Fa unë pa shtyllën e librit që u tërhoq nga poshtja së kutim. Shikova dhe parë se ajo ishte një dritë ndriçuese që u drejtua për në Sham. Vërtet imani kur të ndodhin fitnet, do të jetë në Sham. Po ashtu ai ka thënë: Idha fasada ahlu Sham fala khayra fikum. Nëse prishën banorët e Shamit, atëherë nuk ka hajër tek ju. Robert Allahu, ju dëgjuat ajetet dhe hadithe që flasin për vlerën e Shamit dhe për bekimin e kësaj toke. Ja që futet pa përdhosin vendin e Shamit. Nuk ka zhveshje, shirk apo prishje që ndodh vetëse pas saj që ndrojnë që futet. Por Allahu nuk e ndihmon një popull derisa ata të ndihmojnë fenë e tij dhe të kthehen tek ai. Ndaj Allahu i lartësuar thot: "Wala yansuranna Allahu man yansuruh." Allahu me siguri do ta ndihmojë atë që ndihmon atë. Po ashtu Allahu i lartësuar thot: "In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Nëse ju ndihmoni Allahun, ai do t'ju ndihmojë juve dhe do t'ju forcojë këmbën. Prandaj është detyrë për ummetin musliman që të kthehet tek Allahu me tauhid, të kthehet tek Allahu me tauhid, me sunet dhe bindje dhe me pendim sinqert. Allahu i lartësuar thot: "Inna Allaha la yughayyiru ma biqawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Vërtet Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata të ndryshojnë gjendjen e vetes tyre. Allahu nuk ja merr të mirat një populli derisa ata vetë pra të bëjnë shkak për largimin e tyre të këqijave. Lut Allahun e madhëruar ta forcojë Islamin dhe muslimanët dhe të na bëjë prej pasuesve të sinqertë të profetit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të nderuar, po futemi pra në 10 ditët e para të Dhulhijhes, të cilat janë prej ditëve më të mëdha dhe më të dashura tek Allahu i lartësuar. Le të shfrytëzojmë këto ditë me namaz, me agjerim, dhikr, lexim Kurani, sadaka dhe vepra të mira, pasi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se nuk ka ditë ku veprat e mira janë më të dashura tek Allahu se sa në këtë ditë. Allahu na dhon sukses të gjithëve për gjëra që i do dhe kënaqet. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.